Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Alsat-M, mirëmbrëma të gjithë juve të cilën e doni të bukurën. Sonte jam vetëm në Carpe Diem, por jam vetëm këtu në studio, derisa kam një intervistë shumë interesante të cilën e shfrytëzova këtë verë së bashku me Luan Bexhetin, e përmenda dhe në letrën që e lexova më herët. Shkojmë atje, njoftohemi pak më afër, ju sjellim një intervistë shumë interesante dhe pastaj rikthehemi në studio dhe kam një surprizë tjetër. Përshëndetje Luan. Përshëndetje Elmas. Ta fillojmë me klishe, faleminderit shumë që pranove ftesën për televizionin Alsat-M, që ndave kohë dhe Gana. Faleminderit shumë për juve, për shikuesve, për kanaleve tjera që vjedhin materialin tuaj, për Albanian man in New York. Po, Albanian. Është si kënga I'm Alien, apo... Ja, an Englishman in New York. Po? Po, dhe ja, ka do me thonjë që është alien in New York. New York nuk je alien, do thëmë, i vetëmi vend në botë që mund shkojë një person të zbritë nga aeroplani, mund thotë që jam Amerikan, pasi që jam nga New Yorku, edhe nuk thotë askush jo. Tetov, Oslo, New York. Tetov alien, në Norvegji alien. Në New York? Jo, ati jam vendas. Në moshë shumë të vogël shpërngulesh në Oslo, ku një pjesë të mirë tjetës tënde jeton atje, nëse nuk jam gabim 19 vite, afer 19 vite. Një pjesë të mirë tjetës tënde jeton atje, e kalon kohën dhe pastaj New York. Po para New Yorkut, çka more prej Tetove, prej fshatit Odri me vete në Oslo? Nuk mora shumë se s'kisha çka me marrë, po memorinë për ato ditë kur hashim bukë, samun nga dyqani me veget, ato ditë me sheqer, kur lushim xhamia, njerëzoshim ato qeremidet me pisha. Në ato ditë kur lusha pisha, si thëshin, edhe i humba kretë si thëni somlat, pullat e këmishës e kretë, në jeme të ku hupan kreta, unë i humsha në komar, me shok, me kushit, ata mi mirëshin kretë, shkusha i preqa. Që ato a memorit që nuk kthehen prapë me ndëjë, ato i mora me vetë. Të mungonte në fillim në Norvegji, Tetova dhe mentaliteti shqiptar, duke marrë parasysh se është një kontrast i... Jo, se kemi darë shumë herët, me edhe nuk ishë, të thëmë, jo, u mëcova, fëmijët mëcohen shpejta, ku shkojnë, do të thëmë. Kryum shoqëripreje në shkollë, pastaj kemi patë shumë nga Tetova të familjes që ishin para neve disa atje. Nuk u mërzitësha kur vinte koha e për më ardhë pushim, se ne çdo vjet kemi ardhë verës të në pushim, edhe me nxe presësha i numërësha ditë normal sikur. Është e pa diskutueshme që je një ndër aktorët më të suksesshëm shqiptar, një që na bën një fakt që na gëzon neve, të boftë mirë, mund të fillojmë. Një kampanjë në Norvegji kundër bashkimit Europian, Norvegjisë në bashkimin Europian. 1994. Ashtu do thot aty është debatimi yt si aktor, si pjesëmarrës, dhe pastaj t'i hap dyert për shumë filma dhe aktivitete tjera. Mund të më... Ka e drejta, unë fillova në 91-shin ka qenë reklama e parë në Norvegji. Rastisht kjo ishe, se familja ime mirët me restoranta, diskoteka, ma shumë disko, klube. Që që jo rastisht të zgjodhëm dhe këtë vend që të vim këtu të zhvillojmë intervistën? Shumë vendi mirë. Këtu që një kuzhinier italian, Renato Manzi, e kam tash shok, e kam gjetë në Facebook mas shumë viteve. Ai punonte të Daim si kuzhinier me profesion, por ishe fotograf ka e drejta, po zorti në Norvegji e qojnë në botë edhe kuzhinier.
Edhe I tham Renatës, Renata, bën do fotografi për mu, se du t'jap femnës time në atë kohë, norvegjezës. Tha, okej, realizum do photoshooting, si thënë të shatësit e Gjermanisë. Edhe aty I pëlqenë edhe ja tregojnë një norvegjezës që kishe një agjensi. Ajo tha, wow, s'kemi kështu ftyrë si për këti në Norvegji, sidomos. Edhe më njoftë me do fotograf qërë, fillova une të shkoj në audicione. Në atë ka nuk kisha lidhje me audicione, gjë shpuna, po shumicën e projekteve I fitojsha. Se ishin shumë specifik për ftyrën, jo shumë për talent, se ftyrën. Edhe realizova, po them, reklama e parë, ka qenë në nivelin nacional kretë Norvegjisë. Ishe për këto të rinj që janë pa punë. Edhe isha unë me një kaci, si thëmë ne, me kaci, kurse po I bi gitarë, se të s'kom gitarë, po I bi kacis. Ishe poster e madhe kështu, na për kretë Norvegjinë, komunat, që apin ndihmë të rive ku diçka dhe mu më bënë si kështu punk rock diçka. Pastaj fillova në teatr të amateur teatr në Oslo, prej ati disa reklama tjera. A kjo që folën ti për 94-ën ishe kulmi reklamave mia në Norvegji, kundër Evropës. Slogan ishe bota është e madhe, thuj jo Evropës, se Norvegjia ka shumë lek, nuk do të hije në Evropë, si Zvicra. Jetën e kanë top jetesën në botë. Mendoj se Oslo është qyteti numër 3 për si vend, si qytet, jo, më të mirë për jetesë. Vendin e parë e mori gjithmonë Danimarka, pastaj më duket se është Stockholmi dhe vjen Oslo. Jeta shumë nivel, lartë. Dhe kur realizova unë këtë reklama, ata më gërkoshin italian, po unë si shumica e shqiptarëve që jetojnë jashtë, rejta, thash jam sicilian, gjimë sicilian, gjimë shqiptar, edhe ma ofron rolin, atë projektin, e mora, kur u gjiru unë ato krejtë, kur filloj të dalin në televizore, në gazetat e ditës, edhe unë isha në për krejtë gazetat, djali tezës ti më thonë të kretë shqiptarë du në ti në Evropë, ti je kundër, dhe të vrasin dhe me këta shëpe, më kam paguajt shumë mirë. Falem. Luan, gjithçka që I thu rreth jetës dhe hapave që ke arrit në karrierën tënde, tingëllon si një prallë. Por e dim se shumë, do thot, mendoj unë se nuk ka qenë dhe aq lehtë një shqiptar prej Tetove të deportohe në Norvegji, fillimisht e pastaj në New York dhe të kore suksese, sepse miliona njerëz shkojnë me atë qëllim në New York dhe gjithë e kanë atë American Dream që të bëhen dikush dhe I kanë ambicjet e veta. Si arritet ti, si Luan Bexheti, një tetovar? Unë I arri shumicat ëndrave me humor. Do me thonë me humor, nëse nuk e merë veten me seriozitet atë shumë, edhe njerëzit të marrin ty, të pranojnë, do thëmë, se në Norvegji nuk janë cu të kenë të huaj, shumë e shumë. Në kohën e fundit, ka, se kanë arë refugjat, në atë kohë kur kemi shku ne, babim ka shku në 68-ën në Oslo. S'ka pat refugjat, s'ka pat asë një, ne kemi qenë shumë pak. Nëse ti u frigohesh norvegjezëve, nëse të vinë tur për atine, të vinë mare, në atine dhe vjen mare dhe jesë një farë shumë situatë jo e këndshme, dhe mërzitën, edhe dhe thush pastaj nuk na duan. Unë me humor. Po tham, në fillim në Norvegji nuk më intereson. Kërkoj ndjes, për të patur humor do të njeriu të ketë një vetbesim. Ku e fitove ti vetbesimin që ta? Jam Luan, shenjën e Luanit. Luanat janë mbreti I xhungullës. Maqedonia xhungull, do me thonë unë jam. Kështu që mendoj se ajo, nuk e di, nuk besoj shumë në horoskop, por si person unë kam pat vetbesim edhe çka du, çfarë vendosi, visualization. Nëse po, unë vizualizoj edhe u bë. Vitin e ri,
natën e vitit 3, jo 2012-13, po 2011-2012. Isha unë në Times Square. Atë natë ishe miku e mblerimi Gjari Destanit në më vizit, e pata të takoj ata, edhe do Fadili naftoj me një darkë. Po para se me shkua dje, unë shkuava në Times Square me 1 milion e gjysë njerëz i tjerë. Nuk shkuava për asë një gjë tjetër, por shkuava të lutna Zotit në Times Square me krejt këto njerëzit, atë si energjie madhe, me atë shumë shpirtra me në vend. Kam shku në, edhe këtë e thamë në Alsat, të shafin krejt shqiptar. Kam shku në New York, se ka pat shumë, ka qenë një efekt shumë jashtëzakonshëm për mua. Atë natë une jam lutë Zotit kur bëshin ato 9, 8, ata njefin unë i lutë në Zotit. O Zot, o Allah, a ka mundësi të ndihmosh? Kam jetu, po jam në vetmi. Kam pat femna, tulli far manekene, tulli far femne, tulli far pasaniki femën, krejt tulli far. Ama jam vetmi, e du një shqiptare, listën ja kalzova krejt, e du një shqiptare. Ti kese një 26-27 vjetë, që derisa të bëjmë unë e gati të bëjë fëmija, jo, ajo dhe i bëjë ndoshta 30, edhe do kemi mundësi minimum 2 t'i bëjmë, 2 o 3. E du të jese muslimane, se dhe jese ma letë për nënën teme, sa jo, e kisha një katolike nga Malizi, tha, ma mirë shkin, merë se ato të ma bish këto. Dhe ka prish shumë po. 26-27, tjese muslimane, tjese prej Maqedonie. Se nëna jeme nuk donë t'i kaloj e kofin të shkojnë në Kosovë ose në Shqipëri për të mi pa miqt. Dhe ka unë s'du dan pej të shkoj, kur duhet t'a gjeni prej këto. Kjo ishe natë e vitit 3. Edhe e bukur tjese. Normal. Okej. Edhe... Tjetë inteligente? Po, normal, krejt. Dhe mas 3 ditëve, më merë në Facebook më shkru një djalë nga Odri, a i punon në Ministritë Kulturës. Më thot, Luan është një vajzë në Ministritë Kulturës, emnin e ka kështu. Rehan Ismane, se i martu mund të tha, i pëlqen t'i asaj. Okej, unë e shikoj tash në Facebook edhe tha shkruja një mesazh. Thash okej. Fillova të shkruaj në Facebook kur më doli mesazhe se kisha komunikuar me atë. Aja më kisha shkruajt më pëlqen puna jote, bla bla bla, edhe unë thjesht faleminderit shumë, të uroj sukses. Okej. Do të qa bota është e vogël sot me këto rrjetet sociale dhe me... E tash, ki lavdrim Farizi nga Odri, edhe ki punon në ministrinë, më thot, kjo e ka ditëlinjen me 5 janar, ishe nesrit. Tash po të qoj qokolada, lule, diçka prej mua, edhe unë kur e vi verës dhe t'jap para. Ta beska gale, amon. Fillova të bisedoj me Rehanin. Prej aty, deri pa tham verës, ne pa u taku, ishim aq të afërm si me pas gjetë kështu shpirtin tjetër binjak. Edhe Rehani e kishe 27 vjetë, tash se i ka mush në janar 28. Prej Shkupi, muslimane, shqiptare, e bukur, inteligjente, nëna ime e donë shumë, vdes më saj. Kur kam shku në New York, s'ka konë vështirë se kam pat ndihmë shpinën e fort nga Norvegjia financiare, vetë a gjithë shoqërit madhe. Po tham, personin e parë që kam taku në shkollë, në Strasburg, ka qenë mbesa e Teli Savalas, Afrodita Savalas, Kojaki. E di seriali Kojak? Po. Mbesa ati, Afrodita, në klasë. Në klasën time ishin prej krejt botës, edhe si cila që isha ati, ishe dikush. Po tham, ka ardhë Jelmaz, dervishin nga Alsat. Ashtu, vetëm të përmendim për ato që nuk e din në shkollën, të thotë ku ke mbaruar ti, ku e ke marrë diplomën tënde për aktrim, ka mbaruar aktorë si Angelina Jolie, James Dean, Al Pacino, Marlon Brando, Robert De Niro, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe ja kalon tërë pasurin Lee Strasberg, kur ka vdek. Ky emision, Luan, është një emision për lifestyle. Po. Dhe ato që mua me intereson dhe është se si ti mund të përshkruash fillimisht lifestyle-in tënd. Sot në New York. Çka bëj unë?
si zgjohesh, cilat gjërave u jep rëndësi, është me rëndësi ta pish kafen në balkon, si ta pish kafen, a don me gazetë apo don me muzikë të qetë. Ashtu hiç si mendon ti, ma si jam martu, kam ranë hall. Del gjumi, i bëj mëngjes gruas, se në më thotë sup organik, mi preç krejt ato patatet, krejt mi bëjsh gati ose ha shkuap, jo. Një mëngjes, unë zgjohem herët, nusja fle vonë. Këtë ndryshim a bo kontra tash, për para nuset unë zgjohem herët tash, zgjohem herët, e bëj një kafe, Rejhanit i bëj kafe çdo ditë në mëngjes, ja lote kreveti, se e pit të ftoftë, jo s'ka lidhe, vetëm e ka ati kur i del gjumi. Unë dal në teras, se kam një teras të madhe, Fadili ka qenë të bënesa jonë, kam bafqë madhe mas, nësa o kohë mirë, dal në balkon, në teras. A je perfekcionist? Po. Ja, i du që të reflekon? Të thjesht, po thamë i du filxonat e bardhë, të jenë të thjesht, të jenë jo shumë dallaverit, i thjesht rumbollak i vogël. Nuk të donë ato me lule që Jo. Me tentene. Jo, nuk i du ato. Po e pi kafën, e lexoj se shumica New York Timesin e kam në telefon, e paguj ka $15 në muajt, full access. Lexoj gazetën, lexoj E ke botën në telefon? Krejt, po. I lexoj ato, shikoj e-mailat, nëse ka diçka për me bo, telefonoj, bëhem gati edhe ma në fund fare e zgjën nga gjumi nusën edhe ham mëngjes edhe dalë. Më të shkojmë në fitness, nëse unë prej në shtëpi ma shumë punoj, nëse kam nevoj, kam zyrën time, shkojnë zyrë, nëse Rejhani është e angazhuar, se ja ka studiu një vit në shkollë, nëse shkon në shkollë, unë shkoj në zyrë, mos të rinë shpi kotë, se kam qef të dalë të udhtoj, mos të rinë me një vend. Mbrëmje, thuj se 3-4 herë në javë jemi në mbrëmje. Në New York ka lloj angazhime që realizohen, po them lloj feste, lloj teatri. Nuk e kje pa tjetër të rishë në shtëpi, çdo natë. Çka të inspiron fjalë konkrete? Më inspiron, unë e inspirohem ka drejta kur vi këtu, tash i kam ba 40 ditë që kam ardhur këtu, si thujmë ka të tova gërditna qatë shumë, që kur ajo me inspiron. Me inspiron kur gërditna. Do të thëmë, se si kam ardhur këtu, si kam ardhur këtu, s'kam lexu asnjë sen, s'kam bo asnjë sen, nuk e kam ushqej trunin me asnjë farë gjë intelektuale. Edhe i thash, nusës thash, më duke se jam bo budall për 40 ditë. E kur rikë qatë shumë gjizbëj asgja, kur me nëzit e pres shkoj, agje mini arhin sistem edhe krejt me revista, me drama, me sene, me teatra, te koptiqe, e mushi vetën. Këtu i mushi batarijet me pluhën. Mu më mungon budallaliqet që i kemi ne këtu, po thëmë sikuraj personet që hinë në rreth edhe se ka gale se ta pret rrugën. Më thotë ndonjëherë lodhesh dhe prej jetës sofistikuar dhe te jetë e reguluar, dhe thotë na mungon neve Ballkanësve, më ka ndodhur dhe shumë shpesh kur shkoj unë për pushime, për disa kohë më vjen mirë, qetësi, pastër, gjithçka në rregull, po pastaj sikur na mungon ky rebelizmi Ballkan, ky shpirti Ballkan, temperamenti jon që e kemi, që dojmë të shkojmë pak kështu. Ma mungon ato që se majnë terminin, i fton takomi në ora 1, vinë në ora 3 dhe si mës më pas asgja. Ku ishe be? E patëm në ora 1. Pata pak punë shpi, po e patëm në ora 1. A gje me minuta është. Unë nëse kam një takim në ora 1, deri 1:15 nuk ka në ardhur me hiki. Nëse jam dukun tjetër, tu me hik 1:15, të thënë e gjobo, be mja lujnanën, nuk u vnova shumë disa atë. Dhe tani shkojmë tek ushqimi. Si e shet ti ushqimin, si nevoj për të funksionu, apo për diçka që e shion? A je gurman dhe a gaton ti vetë? Gatoj vetë, edhe nuk... ushqimin e shikoj për t'jetu, edhe normal të jesë i mirë. Nuk
unë nuk jam për ati tipit që provoj për thamë të ha bretkosa, kjo mish gjarpni shumë i lezetshëm. Jo, unë du gjërat thjeshta, mishin e du të jesi i pjekur, nuk du gjak, edhe se thuj në ma mirë të jesi me gjak. Nuk i du ato, i du të thjesht, i du pastat i boj shumë të mira. Do të thotë kuzhinën italiane. Po. Pastat të mira. Të mungon pasuli të tovës? Të regoj një histori. Me pasur groshën e të tovë, une motra ime mi ka pru një 5 kg kur ishe në New York në vizit, të është në pranver. Prej këtu e kanë qunë në Norvegjia të groshën, prej Norvegjia ma kanë pru në Amerikë mas disa mujtë. Më del gjumi në mëngjes, pi një kafe, kur shkon një ditë 3 ditë, e vendosi grosh në edhe e shoj ujtin në zehër, edhe pastaj i tregoj Rejhanit të tam loqk, kam vu grosh. Ajo thot, pa, grosh ha për dit? Unë knasha. Në mbrëmje e ha kështu si sup, ajo. A në mëngjes e vej në tavë me margarin, shkri pak margarin, ajo bëhet si tavë që, po, ashtu knasha. Aso bëj mish pjek, kemi skar në teras. Edhe nusja ime i përgadit ato pite, sene, tjera që se s'mund t'i bëj unë, ose si kam ba, jo se s'mund i po. Luan, në Tetov, duke marrë parasysh se unë jem tetovar, jemi bashkë qytetar, ka një frazë që e përdorin që mohim filma. Aty është një pyetje interesante, do thotë, kur futesh në një projekt, ti kthehemi pak profesionit, sa është vështirë që të dalish prej rolit? Do thot, është dhe në një intervistë me një aktor tjetër, më tha sepse ne aktorët bëjmë striptease shpirtit. Sa është vështirë pastaj të dalish prej asaj që aktron dhe... Varet prej rolit në rol. Në shumicën e roleve që luan, nuk hin aq thellë. Nuk ka, mendoj unë, nuk ka disa herë, nuk ka edhe nevojë, se nuk ka dhe një rol kështu Oscar quality, do me të lujsh, po thamë, nëse unë luj një pederast, unë duhet të hinë atë botën, ajo është, po, manerizmin, si lujnë duhet, si folin, si qeshin, si hecin, si sjellin, ajo po, ajo ka pasoja që prej si cilit rol që kam lujt me jetë diçka, po, të në skenë. Së është me rëndësi të jesh në moment? Shumë. Sepse emisioni është Carpe Diem, catch the moment. Exactly. You have to seize the moment, carpe. Ti mund të arresh vetën, po kamerën së në rejnë. Nuk mund të arresh, sa të shikuesit nuk janë budall, edhe të shikojnë me njerë, të shikojnë në shpirt, të shikojnë në sy, sa i përkushtuar momentit natyror që e ke. Për në fund, Luan, se shumë shpejt në kaloi koha, kisha dashur të të pyes me atë që ti bën vepron, me biografinë tënde. Çfarë mendon se ke kontribu dhe çfarë do të lësh pas vete të jetë si një frymëzim, si një inspirim për gjeneratat që vinë, apo edhe për gjeneratat që në këto moment donë të merren me profesionin tënd, apo donë të hecin dhe të ketë ëndra si që ke pasur dhe ti në kohën tënde? Mendoj se atë që mund të arrije kushdo, që nëse donë të arrish diçka, nëse nuk të japin mundësin në Maqedoni, shko dëkun tjetër. Shpresoj, Luan, se do të vazhdosh me legjendën tënde, sa më pozitive, të dëshiroj shumë suksese dhe shumë role të mëdha, në erdhi dhe ushqimi kryesor, por fatkeqësisht tani do ta mbaroj bisedën tonë. Të falenderoj shumë, shpresoj se do të takohemi së shpejti, dhe pse jo në New York. Faleminderit shumë dhe Faleminderit për juve, suksese në jetë, në karrierë, shëndet, dhe shifemi
në New York Times Square dhe realizojmë një projekt natën e vitit të ri. Do Okej. jemi bashkë. Gëzuar. Okej, gëzuar. Fashion Weekend Skopje apo java e modës në Shkup është një ndër manifestimet më të rëndësishme në sferën e modës dhe kulturës këtu në Shkup. Dhe ne, Carpe Diem, e patëm ekskluzivitetin që të marrim pjesë me kamerën tonë në prapa skenat dhe gjatë gjirimit të coverit dhe gjithë ato promo materialet që përgatiten për vetë manifestimi. Ju sejmë disa interviste interesante me vetë organizatorin, me PR Marian dhe me disa dizajner. Mos u largoni nga ekranet dhe kthehemi pastaj në studio edhe për një surprizë tjetër. Miqtë të Carpe Diem, besoni apo jo, gjindemi në para përgatitjet e Fashion Weekend që priten të mbahen këtë muaj. Dhe ekipi ynë ka ekskluzivitetin e parë që të di diçka më shumë rreth përgatitjeve, andaj qëndroni me ne dhe na ndiqni. Pozdrav Nikola, кажи ова не е прв пат што ти учествуваш во Fashion Week. Кажи го твоето искуство и дали резултира со успех. Ова е второ мое представување на Fashion Weekend од Скопје. Се представив пролетоски, кога представив колекција за пролет-лето 2013 година. Па задоволен сум посекако чим учествувам повторно на Fashion Weekendот. И секој вакво представување нормално резултира со успех, си носи своји работи понатаму. Поздрав Никола, ова не е прв пат што учествуваш во Fashion Week Скопје. Кажи ми оваа година со што ќе не изненадиш? Какви се твоите модели? Да. Годинава работев една комплексна колекција која што има можеби на прв поглед протиставени инспиративни елементи, како да речеме од една страна тропската горештина на Бразил со боите, а од друга страна северот на Европа, особено шкотска, кароат и така натаму, затоа што сакав да внесам еден така по-жив флуид во отмурните есенски денови и зимски. А од каде инспирацијата поточно? Јас во секоја колекција, без разлика на она име кое што ќе оставам на колекцијата, постојано се враќам на себе, но она што мене ме интригира и како дизајнер и како уметник. На мојот сензибилитет Бразил и бразилските луѓе се многу блиски, јас имам многу пријатели од таа земја, така да сакав да им ја посветам на нив колекцијата. Таа дури символично се вика децата на Венера, да биде некако и како поздрав или ода на љубовта. Поздрав Јасмина, кажи ми со кои брендови ќе се представите во оваа година во Fashion Week? Па оваа сезона за Fashion Week ќе се представиме со неколку од нашите брендови. Ќе имаме посебна ревија за брендот Diesel и уште неколку мешани ревии од брендовите Celio, Springfield, Fashion and Friends, каде што имаме повеќе брендови како што се Guess, Ripley, Levi's и чебли од Bata. Кажи ми поточно што е концептот. Па кај сите овие колекции сезонава, нели, забележливо е влијанието на панк и гранж движењето, така што моделите аутфитите кои што ќе ги осмислиме ќе бидат мотивирани, нели, од овој тренд. Марија, кажи ми како е чувството да се работи како PR во еден ваков моден настан? Па, моден викенд Скопје е веќе тренд и нешто што љубителите на модата го исчекуваат. Да се работи на еден ваков настан и со еден ваков тим на млади и креативни луѓе е секако задоволство. Што поточно подготвивте за овој Fashion Week? Доколку ги погледнете насловните страници на сите значајни модни списанија, ќе видите дека панк гранж стилот после 2 децении и тоа како се враќа на модните писти. Поздрав до Ани и Дими, најслаткиот пар што некогаш сум го видела. Кажете ми дали ви е забавно сликањето? Здраво, значи да,
Колку што е работа, толку е и забава. Значи секогаш посебно на ова сликање за каталогот на Fashion Week има доста многу луѓе, нели од сите бранши. Гледаме да бидеме позитивни, насмејани, но да има некои шеги за така денот да ни помине полесно. И да не биде толку напорно, така да еве крајниот заклучок е дека е забавно. Пошто со години заработувате со Fashion Week, тоа значи дека најдовте заеднички јазик, кажете ми нешто повеќе за тоа. Fashion, мислам, ние ја сакаме модната фотографија. Тоа ни е оној сегмент од фотографијата кај што најмногу се пронаоѓаме. Така што некако логично беше да работиме за каталогот на модната недела. Секоја година ни е задоволство кога го сликаме, има еден посебен дел од нас кој што една посебна креативност која вложуваме да направиме секогаш подобра фотографија за каталогот и секогаш соработката е забавна со нив и во поглед на смислувањето на идеите за она што ќе сликаме и во поглед на самото сликање. Колку е тешко да се направи фешн фотографија? Не е тешко. Повеќе да речеме предизвикот да се направи подобро од претходната. И тоа е баш убав предизвик. Благодарам многу и ви посакувам многу успеси. Është koha për Shats. Ju ftojmë që të ndjekni rubrikën e vazhdim për t'ju parë dhe disa këshilla për bukuri dhe çfarë ato na sugjerojnë këtë javë për Carpe Diem. The prison's open, so good night, cool world. I see you in the morning. I see you in the morning. Invictus, the new fragrance for men by Paco Rabanne. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star. Поздрав Јованка, се наоѓаме во парфемеријата Шаци, се знае за новитетот од Paco Rabanne Invictus. Кажи ми нешто повеќе за парфемот, каква нота има, за какви мажи е и нешто повеќе за тоа. Invictus е парфемот на Paco Rabanne за 2013 година, кој е свежа и спортска креација, која ја представува динамиката и енергијата. Овој парфем е моќен и го представува мажот кој е неосвоив, непобедлив, кој е херој на кој никој ништо не може да му одолее. А кажи ми каква нота има? Па овој парфем има свежи цитрусни ноти, морски ноти, ловаров лист има во составот и дрвенести бази. И какви беа реакциите на мажите, дали се по парфемот? Да, дефинитивно. Благодарам многу и заборавивме нешто да спомнеме дека само во Шаци? Да, ексклузивно само во Шаци парфемери. Овој парфем може да го најдете во сетови, каде по цена на парфемот добивате гратис гел за туширање или дезодоранс. Благодарам. И тоа по супер цена. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shining bright like a diamond. Beautiful like diamonds in the sky. Palms rise to the universe as we moonshine and Mali. Feel the warmth, we'll never die. We're like diamonds in the sky. Sonte në studio më shoqëroi vetëm Peshku i Art që e kam në studion e Carpe Diem. Javën që vjen ju premtoj se do t'ju sjell një ftuar special vetëm për ju, por të dini se do të mundohem gjithmonë që t'i ndjekim së bashku ngjarjet më të rëndësishme në sferën e modës dhe kulturës në vend. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj dhe shifemi javës tjetër me mysafirën e radhës.